Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, O, lopët e mia, o, matë mirat në katone. Përshëndetje miqtë e mi nga unë, Dorun Tina. Sot gjindemi në fshatin Foshtice për me këtu në komunën e Drenosit. Të drejtën me fillim të hyrjes këtu në fshat e takova edhe udhëhecin e fshatit, ku edhe kom pranë tashmë. Po du me zhvillu një intervistë sa i përket fshatit. Çdo herë në çdo fshat unë uroj edhe shpresoj gjithmonë me taku udhëhecin se kush më mirë se ai mundet me tregu lidhur me fshatin. Mos të humbum kohë. Këtu pranë kam pra udhëhecin. Përshëndetje i nderuar, si je? Faleminderit. Veç ktheu, mirë faleminderit. Vetëm ktheu kakamira. Mirë jeni? Po gjindemi jo bashkë një smundje pak është të mundu, po kryesore mujna me bo intervist. Mune si udhëheci i fshatit. Më falë se nuk u prezentut për publikon. Unë e quhem Izet Bytyqi, Foshtice e për me, ndryshe arsimtar i diplomuar i lëndës matematikës, tani për tani jam pensioner dhe 2017-ës. Ky fshat gjithmonë ka qenë në periferin, në përfundim të komunës, do me thonë që ky fshat e përfundon komunën e Drenosit, me njëherë hen komuna Lipjoni tanine me fshatin Mirin. Fshati mas shumëti është fshat bujqësor edhe blegtoral. Me blegtori edhe me bujqësi mirët, punësuar ka pak, bujqësin e ka bukur zhvillume se me ta dhe jetën. Për ndryshe, vitin 2017 e kemi nisë një shkollë në udhëheqjen e PDK-s. Është përfundu? Ajo ka fillu gurë themelin në 2017, s'ka përfundu ende. Ende s'ka përfundu, tash e 8 vite, apo? Tash e 8 vite nuk ka përfundu, është të zhagit 2.500.000 euro i ka qitë qeveria e për ndërtimin e objektit. E qyti objektit, komuna na ka lëshu vetëm vendin ku është vendosë objekti, kurse financimin e ka bo qeveria e Republikës Kosovës, gjithësisht Ministri Arsimit. Pse e mbo këto zvarritje kështu dhe nuk ka përfundu ende objekti? Pa zvarritja, si mas mendimit tim është se të ndru qeveri dit për dit, se cila qeveri i qyrë punë të veta, i qyrë fshatrat me të cilat menagjen, atje e financë mas shumë të këtu e kalon, edhe nuk i ka derë porët, punëtor të ankohen pa porës mund me punu, që dy firma atri veç janë në ru. Tash për tash në kanë thonë që në shtator do të përfundoj mirë, po prapë s'kemi besim. Një fshat interesant kështë ndërtimet shtëpijave, fshat i bukur po duket, por se sa është i banushëm, edhe po besoj që një pjesë e tyneve që kanë lënë fshatin, po më intereson fiks ideja, çaj e pjesë pse e ka lënë fshatin? Për momentin, kemi ma shumë që e ka lënë fshatin, kurse ma heret para 10 viteve, 12 kemi pas vetëm 3 familje që kanë punu jashtë, 2 kanë qenë në Francë, 1 në Gjermani. Ka diçka tjetër që i mungon këtij fshati? Këtij fshati i mungon që shkollë, nëse kryhet, se në zonë së t'i qojmë me këmbi, kush nuk ka me pagu këmbi. Në cilin shkollë shkojnë? Shkojnë në Luiz Gurahuq Sankovc, një qëtër fshat. Duket nuk është larg prej këtij. Nuk është shumë larg. Për fëmijë po, kjo nuk është shumë larg, po për fëmijët e vogël është larg.
Se unë për vete e kom kry shkollën në Kamaran, kam jam shku. S'ka mos në zonë sa, si të kohës t'juve. Ja, s'ka. Tashti... I mungan rryma elektrike, që 2 vjet ja ka nis me punu, me një trafo është kretë fshati. Një kanë vendosë që atje, një po dojnë me hek për asaj pjese me prunë që tu me vendosë. Fshati nuk po lejan me hek për atje, po kërkan me prunë edhe i trafo që tu. Edhe kemi qatë problem kryesor. Ndërprerje të rrymës kështu? Nuk ka ndërprerje, po në shumë e dëpë, nuk që kur gjo. Edhe me ata zmadhus, vade hova, i prish mjetet elektrike. Edhe kjena mungan. Që veçan këtë fshat? Për ndryshe i mungan edhe një pjesë e kanalizimit, cila për një 10 metrësh që kemi insistu me kalu rrugën e asfaltit e me lidh me atë kanalin kryesor, nuk ka leju komuna me prej, po ka thonë që na dëna me shpu në tokë aty, edhe s'ka nërë që sa ku heq. Ju si udhëhec si fshati, po më interesant sa keni arrit me kontribu sa i përket këtij fshati. Kemi kontribu mjaft kur kanë qenë udhëheci tjera, kurse me udhëhecin e momentit nuk kemi qasje me kry punë kur fare. Pavarësisht tentimeve, fjala jote nuk merret parasysh? Nuk merret parasysh, se në komunë tonë vetë vendosja s'ka efekt kur gjo. Janë 4-5 antarë, sunë lunë rëllë kur fare aty. Kurse me lëdëkën, me pëdëkën, jemi marrë vesh edhe kemi kry punë, e kemi asfaltu që shatin shumicën, e kemi një shkollën, elektrifikimin, kemi bon kanalizimin, ujësjelës nuk kemi për momentin si e vequme që thosha. E morën një tegër që ka nga lesh, pa ujë pa pastër. Për ujtë peshëm do thot nuk bën? Nuk bën, unë bili si familjar e komorat filterin se nuk muj me pi ata ujë, kurse ata që s'mujnë me marrë do të me pi qështu. Po mbani mblidhjen të njëherë, po më interesën. Se këta udhëhecat e fshatit, zakonisht i kanë disa mblidhje kështu ko pas kohe gjatë javës. Mblidhje mojmë zakonisht në për shitore, se përpara i maj shumë në përuda. Mirë po, njerëzt e shkonshin cigara në të në të pi, edhe kështu që nuk në kanë shumë udat, po presëm dhe të nërshua që lokali shkollës edhe me vazhdu apet me mblidhje. Unë kisha edhe një pyetje për fond, po më intereson sa gëzën respekt prej vetë banorëve të fshatit me që dhe jeni udhëhec si fshatit. Unë bili më thonë gjithherë ku takuna kryetarë gjithë dhe kryetarë përjetëshëm, se unë e ku më udhëhec këtë fshat. Sa vite je? Prej Titos kur ka qenë. Kemi bo ka pak ndryshime, po në kryesi jem kon vetë, edhe s'kanë punu ku gjënë pa urnes temë. Njeri ju që shkollohet e din që pa punë sjetohet. Edhe këtu nëse nuk e ki baktin, nuk e ki arën me punu, nuk ki të punësum, do me thonë, as 10% fshatit nuk janë të punësum, duhet dyqysh më baravat me këto sene. 10% nuk janë të fshatit të punësum? 10% ma shumë qenë. Po, do thëtë këta që shumic pjesa dërmuse po i bjenë që jenë pa punë. Pa punë, e me qka miren, me bujëcime, me qysit blektërie, ma shkurt me gjahu mirën e shesin qunshtin e qëtu, sa në qështu unë me jetu. Jeni një shembull shumë i mirë, një njeriu modest, edhe për kundër që jeni edhe kryetar udhëhec i fshatit, prap nuk e keni probleme dalë këtu me qëndru me baktit e tua, është puna jote, është malli yt. Po, e vërtet, edhe mundohem mës me dam të kërkan në për ora, në për persane, për që atë arsye dhe dalë vetë, i kam edhe dëni pa ka heri marë më ndihmu, po që besoj si vetë. Qka në këta gjëshërit? Ndërum, nëse nuk keni diçka me shtu, për fund, sa i përket fshatit, nëse e keni ndonjë kërkesë ose diçka, ne veç po e përmbyllu me kaq. Kërkesë që to, kërkesën e rrymës të shkollës,
Sa ti kanalizimi me na u kry, edhe u qels nëse ka vënësi, diçka qera, kërkesa për momentin, asfaltimin e kemi ofru gati me kry kretë. Qështu. Unë ju dëshiroj shëndet. Faleminderit. Edhe për juve që keni ardhur. Knatësia ju na gjithmonë ndërum. Faleminderit. Punë të mbar. Edhe ju me të mira. E vazhdojmë rrugtimin drejt fshatit, e ndëgjut intervistën cilën e zhvilluam me vetë udhëhecin e këtij fshati, na i dha ca informacione lidhur me këtë fshat, realisht nuk e njohum fare hiç këtë fshat, veç ka po shoh shtëpia, njerëz nuk jem të po, e kam fjalën sa i përket pjesës banorëve ende nuk jem të e po, vetëm një qëndri jem të e po momentalisht drejt neshësh duke ardhur, por që nuk mundemi me marrë në intervistë, ne po vazhdojmë rrugën tonë, rrugtimin tonë, me shpresë që kemi me gjetë ende banorën këtë fshat dhe me na tregu me ndo, me neve, sa i përket fshatit të mirat, ose dhe diçka që i mungon këtij fshati. Se di pse i kanë lënë këto makina kështu në këtë gjendje, përshëndetje. Se di pse i kanë lënë këto makina në këtë gjendje, më duhet tashti koha e diellit. Ja se është në përfundim, po i vendosi qëtë se mos bëj zhuru me mikrofon. Bunori. Apo jo? Një fshat shumë interesant me qëtemi, është fshat i bukur kë, shtëpia pas ka bukur mirë, që ka mra ashtë në vesh, kur e ciko vetë udhëheci fshati që në këtë fshat, vetëm 10% do shta jënë të punësum të tjeret merren me punimin e tokave, po se s'ki si ja bën ndryshe, do të me jetu. Që shtë se di ka po jamoj mondi. Apo vazhdojmë drejt? Takova rastisht përsëri udhëhecin e fshatit, më tregoj që sipas regjistrimit që është bërë popullsia në këtë fshat, afër 1500 banor janë të regjistruar, por që unë nuk po takoj banor. Po më duket që është një fshat i zbrazët, me që edhe nuk po takoj banor, por mbetet me u pa kjo deri në fund të emisionit. Është duke bisedruar një heshtje ashtu bukur e madhe, mbet rrugëve të këtij fshati, të mundu me gjetë banor, të mundu me marrë sa ma shumë informacione dhe me përshkru se për çka njihet ky fshat, sa është i banueshëm, çfarë fshati është. Ky fshat pra e kishte mungesë ujësjellësin, e ndëgjut edhe vetë kryetarin e fshatit apo udhëhecin e fshatit, thoni si të doni, që i mungon këtij fshati, ujësjellësi dhe banorët e këtij fshati ja bojnë disi për ujë. Dikush me bunore, dikush po merke me një pjesë bukur të largët nga ky fshat. Unë të thëmë drejten, ku nuk është ujë është jetë. Ajni kësajde? O, të ljumë të goja që, o, bëjrëm, fill me një here. Mos ikni, këta djemë të ri, qka nuk e keni gjetë ende fatin e jetës, ma mirë është me nejtë para kamerës. Mos e këse nuk të hathuj. Pa e disa kush ma ka po hajrin e u martu, në bazë të kamerës. Përshëndetje shtëpia e modhe, zoja shtëpi si je Dorontina. Halal që qëndrove në tavolinë. Jo nga pak jo. Si je, a je mirë Dorontina. Si jeni që ka doli. Vallojnë, a disa se vopin e bot me këtë qaj që naftut. Se më të gjithë. A? E pi me macit. E i stogot. Nuk e pini stogu shumë, jo? E ka ke venit, ka ke? Venit jo. Qësh jeni? Mirë jesh, nësh. Familja? Pa ka dy me shnuash mirë. Qa po bënë e pjushon teshat punës? Ka pak pëllujna, ka pak që shto gjallujna me punë shpis, që që punës. Se gjithkon, qëfar jetese po bëtë në këtë fshatin e ju? Qëfar jetese po bëtë me qka mirë, qa po nëni? Ma mirë se në qytet. Ma mirë, ojri pasër, rrugë të mirë ne ka dresh, Qysh ma mirë, qytet ojri dëpt, kalla blak, si ku e të rënë, si ku e delë.
Familja juve me çka po mirë, çfarë pune po bëni? Fasada maltera, ke firmën Ljuve qështu. Po, valla. Pas ke borene ti ka gja Për mirë. vallohe njëherë po, pa të mu shumë më qështu njëherë po. Që sa vite e keni këtë biznes familjar? Valla që jarë 7 vjetë po. Edhe po ecë mirë? Po mirë po. Djali me siguri, a? Gjallën e kam po, me dyni pa kam, mirë i kanë punë, njëherë mirë janë. Inshallah vazhdojnë mirë. A në biznesin e juve a keni shumë punëtor? Jo, i ka 2 djemë vetë, unë ka pak në me plakë që ka pak. Po mundesh... Alo, i fort valla. Ja bëj pisht në trive. Po, pasha zotën po. Pasha zote halal të koftë. Gjashtë me hallën i mjetë me lëpë, këta shkojnë punë që të punë shpi, që shto. Hallën, e ki fjallën për nusën tone? Po, Aje hall nuk është? halli thamë. Ja valla mos e le me thonë hall që të më qitë qaj, halla. Kjo punëtore, apa da pula, apa da lëpë, ma punëtore nuk ka. Pasha zotën po. Sa lop edhe... Lejt i kam që të dash mund talesht. Po, e pula? Pula janë i 100 po. 100? Po, dhe ka po holla po. Halla i ka bo. Pa holla po tonë, pa kja mirët me tua, din. E fitimin tani kush e merë? Wallahi, na këtu e kena mirë që nuk vjedh një hala. Shpia jo nuk vjedhet. E keni një koleta? Qa të jenon porët, kërë të vyni merë me vjedh në hala, qa e kërësore. Po E pasha. kështë me orë nej mësafere me ju dosh porët, a kem drejt me morna? Qysh? Me orë nej mësafere me ju dosh porët, mos i prilejshi që aty? Po me ka nevoja që ka nevoj me një mu po vëlloj, pse? Kol kena, se mas me një mu njëri. A pete honi daj. Po e pen. A te ishta kja? I kojta i bre? Kjo është i Drenicak, Te i fshat. Ronik. Ronikit po. Apo të ndëgjojnë djemët? Njëherë po, njëherë po. Kukullet baba haloktën. Wallahi njëherë mirë, pasha Allah njëherë mirë. Mashallah mas i pepish edhe duhonin E edhe pi, kulli shumë tani, duhon, e edhe pi kulli duhon. tani vjen. A kush? Kulli! Ja, bësh fa kulli. Ata pa deshin ata që se pinë dëhonin. E tash jo po merrshet pas këtë lop, pas këtë pula, nejse për pjesën e pula holla, nusja. Po, Ljopt, unë i këtyri ma fort. ti ma fort. Po, valla. Edhe del me djem, Po, edhe me djam, me fasoda. kur ka nevoj, më shkoj një mëj, kur s'ka nevoj, kuj vetë i kuj me gjënd vetë. E çfarë pune, cilën punë bën ti atje kur të shkojsh? Fasavat malterë. E sa vjet i kim fal? A, nuk janë, vjetë janë numër, vjetë nuk janë. Valla vën çashtu thëm. Vjetë numër janë pasha. Që ki Organizmi, shëndetin. Shëndetin e që maturë. Alo, s'jeli thot në heq. Unë e pe falenderoj fillimisht hallën, për thatë po në s'po du mi tha hall, prej notit të këti unë i thëm nuse. E më ka sill trongo, jo se ka stravec, thoni si të doni, prej Ceres. Po. Tamam kështë bëjo. Po tash para se me uquna prej këti u borri, po du me dëvet për kohën e atëherit kur je martu edhe tash, cila me ndonë që kohë ma e mirë. Jo koha është ma e mirë, atëherë nga koha ma e shtire, ma s'ka pos atëherë, tash të kushtet e ma të mira, ma mirë me jetu, pa ja kom tash na. Jeni plak, po besoj e keni shiju jetën pak a Ja, shumë. pa mirë, shumë kena kalu, shumë. Jena kom pa kalla blak ma herë, për tash mirë jena. Është ma mirë tash ti që nuk rrinë Ja. kështu në bashkallak edhe Ja, pëtën ja. qëtësin se cili prej njëve. Dikën me renë edhe dosën, shumë mirë kështë pas lënë zëti. Se shumë mirë, tash të familjen e kam mirë, nges nuk kam kur gjatë, djollën e kam mirë, rejnë mirë, nipat mirë, ma holtën si familje s'ka kërkon. E burrin mëre, po le i rejat e nipin e ato. Ja, burri ma i mirë në ata. Atë ka ndihmu burri atëherë kur jeni martu për shembull, se e kanë pas këta burrat atë farë me mojt atë farë kishën e burr. Burra që nga në gurbet, burra në shpesë këna po. Gurbet e ke posa? Po, ti. Sa vjet? 30 vjetë në gurbet a kam. E çpak. 30 vjet, ky u kon gurbet, Po, ti këtu? po. Po, vike ka 5-6 mund. O enë ke ka pak, po kur gjanë. Para mendoj, e 31 vjet e ka prit burrin. U ardh ko pas kohe, por që aja edhe nuk numërohet bre fort.
Do shta i ardhë njëherë në 3 mujtë. Njëherë 3 mujtë, herë 2 mujtë qysh mas. Cili ti keni mungu ma shumë njën një tjetrit? Valla mukja. Kja mu. Ndështë dhe që nuk i ke pas fëmin afer vetë se... Ja, një kompostin herë morë vesh me letra, telefona s'ka pas, rralla kon. Letra, janë gjithë që plumit aty në koma, po? Ja ka pu Jo letra. mërë letra me postin e për dhe kja. Që nërë që është ako kuha tash, po tash ma mirë është. Po, knasi s'ka tash ma. Nuk e da babën, nuk e da nonën, nuk e da vlavën, nuk e da në hiç. Holla jam njeri e ka për që 20 gjeta orë kur me tonë nuk hohet. I breni mirë, punëtore, s'ka me tajtë. 2 vjetë, e bareja haloj nuna vete që jena kor. E halalliku. Kor. Une po t'i lo me rrit aty se ti ja ke hop derin asaj, edhe tani aje shkon rrugës tone. Ja, fart mirë kalojna me rej, shumë. 22 vjetë kor e nuna vete që jena, edhe mi ka respektu qikat, e mi ka respektu konotët, e mi ka respektu familjen tem, me tonë i ka respektu shumë, falemindejes për rejës, edhe për djallit. Një djallë kam për shumë falemindejes për tina. Djallë halal që thunë. Djallë një për një, kam të mirë. Që mëse fokusot lutin për që nuk mundem pa e cek në këtë familje krejt punëtor, përveç kësaj, djalli i zotris e ka një djallë shumë të ri, por që bashkë me ta del në punë, fasada, krejt këto që ka shkojnë dërtim të ri. Dytë jenë me juve. Dytë. Në moshë shumë të re, nuk i ndohen babes e as gjyshit. Edhe një të me thonë, unë i kam 4 motra. Po. Kem në farë ditlinje e ka gjallja qika, gruja jema, una, s'ka i marë motrat. A reja edhe halla kanë qef një të bu. Të dikosh nuk të padëm një pas me sëmi po. Unë është dërë rast, i kam shkajtu me 4 motrat, jam, këkush me unë nuk shkon. Po shkon me bolla, knoqe të bolla, ne një sot e rinë të bolla, muhabet. Qashtu e kam halo, e farë zakonin e kam halo, kam qef. Valla, i lumi ti për shpirtonën se s'ka gjoma mirë se minë rubijat. Reja i donë, ato e thujnë kimet, e kam një kimet, e kam një drita kimet, në respektuaj, në presin mirë, me tu e thujnë në ka. Faleminderit i sholla, keni sukses, e keni fate, ka lëni mirë. Faleminderit edhe juve, ishte shumë kënaqësi me ndoku. Kush është gjendë që janë shkollune, tafte, kam qemë edhe me ta se kum nej gurbet në shtetë huj. Band huj kum nejtë, kam qef me po mirë këtë të Kosovë. Po. Jemi mollë njerëzve të mohabetit e... Unë ju falenderoj për zemërsisht. Vend të huj të hanë mirë, vend të onë nësën të hauke. Fjallë me vend është ki, po, për ata që e kuptojnë. Unë ju falenderoj për zemërsisht, Zoti ju dha shëndetin, me nunë se një bofshit 100 vite bashk. Ja, për shumë janë valloj, së shumë i kom të ne. Ja, po atë qashtë të shtrem, qashtë për gazepi. Me që largoj pa komen. Vysh pak, kom I do? Qështë? E qështë? A më mojt për qëtujt? Po do të mojt në dërgje. Mos të bëzët shpejt, se si do të... Jo e tja. Direkt ka do li gohë. Koha me shku me mbledh duj, moj Dorontin qka I bon e vetes, unë me ardhë po vi, po saj për këtë pagesës kështu? Po mirë në vesh ma osa nejna. Po thua, po shkojmë në la, emisionin paguhet, edhe të mbledh duj ka më pagu, kështu që ja vlena. A e kem rukëtimin e gjata ju? Ju? Takaraka. Ndiruj se të shkendem. Ndo të miru që të kom se po minda goma. Hajtë se miru që. I ndrum pozicionet, ta shoferi është Dorontina, ju jeni pasagjeri, inshallah s'po të rëtullojnë e kojnë, apo tutesh? Ja. Po ki frikë me mu? Po shkoj me që mija rritëm te ora,
tash kemi me bom mbledhjen e dujve. O nderuj se të shkela vallojnë. Edhe kohën e kemi shumë të mirë, të përshtatshme, tash sa është bo flat. Nuk është e lehtë me vozit traktor, valla. Jo, shumë lehtë, po... Hajde, dyqysh e kam parasysh ke goma sa e modhe është, ndokit jam të e mojt në shpinë. O, ata shkelen boben, vallojnë. Ky mbledhe derisa të vijon e ky... Nuk rrin atë nodën derisa të vijon e... Është në ullur? Që ka e në ullur, no? Me sukses. Dhe ishte mirje. Po. Ja, one qka t'jam sy, ja e arri. Hajte provoj. Hajte ama atë tërfurkun. Provo për në këmën. Pa pua. Lëse të ranin po. Me po muhabet, shi s'ka, jash. Sigur të s'ka shi. E ka qitë pak, disa ka qitë. E ka qitë po... Nuk e di. Ko gjak fjelt është. Po duket ashtu ertë. Dhe rëndësi janë. Qëre mëre plokun. Ja, ploki furt, o. Hajde shkojmë të plokun. Hajde. Ej, boft 100. Këta mi marrë me të ndihmu. Plokun. Pasha zote halal i koft plokut. Veç shefne on di fokus. Erdha me të ndihmu. Erdha mu silë që sajde se valla sëren në ndimes. Am po vetë e vëzit traktorin? Apo vëzit qa mirë? Fort mirë. Ma mirë se do burra. Ma mirë se do burra dhe djemë. Pasha, zote pa. Apelesht një. Apo do me pauzu pak e apelez një. Hajde Dorontin, kalzaj e vetën një sot gjekur. Ishte lo mikrofoni shto brapa. Pasha zotën, unë një me dogagjinit. Bravo. Lota s'po mëj mo. Ja pse i kërkojmë na drejtat e barabarta. A e pa? Tash po du më ndollë edhe pak tek pjesa e fshatit. Një fshat i bukur. Qka ashtu më pëlqej mas shumë ti ishte respekti dhe pritja njerëzve, po të në këtë familje të mrekullueshme, që patë mbi emrin familja juve? Bytyqi, familja Bytyqi na kam prit mënyrën më të mirë, jemi kënaq pa fund, kemi qëndru bukur gjatë aty, sa që ja u hupën pa kohën edhe tash kam fillu ca reshje shiu, po inshallah na bojnë halal. Fshati ish i banushëm.
më thanë që 10% e kanë qu fshatin, para mendoj 90% jetojnë, edhe që ka ishë maj mira veçantia për ditën e sotme, saj përket këtij fshati, se krejt ishin punëtor, edhe 90% e fshati po merrshin me punë bujqësore, punë tokave, me lëpe, pulja, qa pa tjetër mëre, dhene, serat i kishin shumë të mira, po mbi të gjitha zemrën e kishin të modhe. Apo qomë edhe pak përpunojmë bre? Edhe një 4-5 du i kësha qitë, valla. Mos më këta vjet me ikon. Vallojnë e fort jo, ma përshen? Ha? S'ka, në gjdo pun di me po. Kur? A për mëriteri që a 50 euro ditën, një mesë si na mirë vesh, hajde të shtë me mu të s'kejohen pak, si na mirë vesh për pare. Mu më shkoj dita, sa po ma paguni ditën. Ja, 50 se... 50 për mëriteri që para mdej me 2 duj që i kum qitë aty, 50 euro. 4, 100. Hajde po shkojmë edhe na i duj edhe graj punës edhe pak po i thët boba, se na hupi gazetorja kohën. Baci Hysni. Pasha zote Baci Hysni ma po vehojrin që irdha sot. Mos të keshë një ju ketë të mitë krejt. Ja, pa të mitë spjetja. Thuj mos të kemi orë të thuj na këtu tash i këshëm kry. Ja, këtë, ja. Aj hiro fishman që më the hajde. Ju alloj truhen. Po thuj s'po t'ishe mu qu dhe ti. Sa i mirë. Apet pa thonë që zoni shka mboni, hajde shkojnë hona dollar ke pina shaj shkojnë dikur. Për flat. Faleminderit shumë i nderuam. Për neve boke gjitha është kjo pritja e mirë, pritja me zemër të madhe. Hajde Dorotinë edhe pak po vazhdojmë. Pas po guxoj përse ma herët e kena gjetë një snake. Gjarpën. Po tu ta mos është na i një qëtë. Tron? Hajde që për ta ngrihu në qëto. Se vish po t'i afroj. Ti që aty për mi. Shumë punë e lezetshme, nuk o ka shumë e rëndë që shtojnë. I kom sakatu qëta gishta, prej këtyne si gjimav. Edhe pickujat jenë të më hongër shumë. Mos përcuan. Ka së më shtinë edhe mu. Predi shpak t'i drejtë që të flekë se mu kanë halakot. Miqtë e mi, qëllimisht zgjodha me e bo dhe mbyllën sa i përket ditës e sot me këtu në fshatin Fushtic e epër me komuna e Drenosit. Çka mund të themi, e kalum një ditë super të bukur me njerëz super të mrekullueshëm. Inshallah na bojnë halal se pak ja kemi marrë kohë dhe tash ka fillu careshje shiu edhe na duhet me ikë për shkak se e keni parasysh pajisjet nuk guxoj me vazhdu me xhirime kur kemi reshje shiu, por mbi të gjitha nuk e di se kam bërë diçka pa u thonë sa i përket këtij fshati. Thëm drejtën një pjesë bukur të madhe e kalum familjen Bytyç, i cili ti përshëndes edhe një herë përzemërsisht, edhe na i dhanë ca informacione lidhur me fshat dhe nuk ishim se çka me uend rrugëve, edhe përkundër faktit se ne e hulumtum bukur shumë fshatin, por çka ditë ju them ju vazhdoni të qëndroni me neve se ne jemi çdo ditë në fshatrat e ndryshme. E përveç fshatrave, po ashtu me risi të ndryshme. Dere në takimin ton të ardhshëm, mirë mbetëshi!